Kori i Katedralës së Shkodrës në drejtimin e profesor Zef Çoba ka organizuar një koncert me rastin e festës së Zojës së Shkodrës. Ky koncert është një moment i veçantë që bashkon muzikalitetin me shenjtërinë dhe besimin, duke krijuar një atmosferë solemne dhe madhështore. Gjatë koncertit fjalën e mbajti famulitari Don Vlash Palej, i cili theksoi lidhjen e thellë të qytetit me besimin dhe traditën e Zojës së Shkodrës. Jena këtu me vazhdu përfshirin në këto ditë ka së të gëzushme, të lutrushme për familji Zoja Shkodrës, për qytetin tonë, sepse jemi të besut në nërmjetësisë së saj. Kena mundësi edhe njerë me shprej gëzimin e këtyre ditëve, gëzimin e kësaj feste, një mënyrë shumë të veçantë, edhe se më e veçantë ando për jetën tonë aty një antarin e Krishtit, profesor Zetin, të cilin e falenderojmë për sakrificën, mirësinë dhe dashamirësinë që tregon për kishën katedrale për çdo gjë që nesh e dini se çdo gjë që e bën nga zemra dhe pas një lloji interesi tjetër. Ky koncert ishte një shenjë e përkushtimit dhe dashurisë për Shkodrën, traditën dhe besimin. Ai bashkoi komunitetin duke u bërë një ngjarje që do të mbetet e paharruar për të gjithë ata që morën pjesë.